Jo, përshën njerë më shenë të kjo video, unë jam këquni të sot jam me bëne video të rej, si fillon përse me filmu me videon, do shta me ju kërku falje për inkonsistencën ndem që nuk e më kanë shumë aktiv që 2 muaj, dhe më onë, po mi kom pas zovun kështu që besej që kam kuj. Për video e kërim do shta me bëni tire maker, që deshta mi të rësu YouTube-ja shqiptar, para se mi fillu, do shta mi të regu që kjo vdesh që më është qka me nejon për ta, jo që do të me minu gjithë kosh ashtu, në atë që nuk është ashtu, po menimi jam i huaj, kështu që veç të këshim që të bjerë kina këto, e kina First Station, e kina Leonardo i të, këto nuk për një me ka zë drejt, e kina Lezë TV, Talanda Bozaj, Gafin, Albania TV, edhe Mecin, normalisht është gaming. Mundu mi vlerësu në bazë të aktivitetit tynve, viewsave edhe konsistencës. Kështu që po filloj me First Station. A ka frenci që gati 12 misulla për ko ka mirë për konsistencë. Dhe më dojtë video, ama pas ka cop, për shamu video në fund në ka bo, për së ditë në falim, më nanë më tjenar që i bjen para 2 dite. Video tjetër ka bo më 17 janar, për tani video tjetër, e ka bo mas para 8 dite, kështu që cop dhe me thonë, konsistenca fjalla. Për video kështu e ka shumë një editimin, sidomos më përqen, nuk munohet, po nuk e mush me efekte, kështu që kina këto kategori që janë legend, super, mirë, qka keq. Ja shpegoj pak. Legend është dikush që ka bo shumë për YouTube-in shqiptar, ka kontribu, ka rrit me një fos shumë madhe për YouTube-in shqiptar, fjalla. Super është dikush që bën video shumë të mija me kualitet, konsistencë, për mu, që pas me njim dhem. Mirë është dikush që është okej, nuk është keq, pas shumë mirë në kohë, qka është mu i me thonë që do të përmisim. Keq i bjen që leje topin. Kështu që për friends në mu i me jep një, për menim tamin është të mes mirë edhe super, po pëllon mirë. Tash po vazhdoj me Leonardo i ta. Tash e kontrollojmë konsistencën e këtij, po e di që është aktiv. Ka gjanë. Sa kom bo? Jo më fani. E o kjo pas ka cop që friends kështu. Jo kualitet më fani, konsistencën. Për shamu një video e ka që ka postu para 23 ore. Video tjetër e ka para që i bjem dje para 4 dite. Video tjetër mas 2 dite, tani tjetër mas 3 dite. Mo në pas ka konsistencën që shdo në kjo vet, nuk e pas ta një plan që për shamu me qitë video që do 2-3 dit. E më këto e vlerësoj shumë, sidomos e ditat i ka të mirë, nuk e ka videon me që përdor 100 dita, e bën editimin që dët, mas regullt për mu Leonardo Yto shkën te me super e mirë, po super, shka që përqen. Nështë dikush nuk pajtojt me mu, po s'kem që mu. Qitë ju të berë lë, për këqyri, për di një lojnë. Ka i lakë të kesh, po nuk du me thonë që është bashkë ashtë. Dhe që kjo menimi jam, se nuk për një, seriosisht, e kina këtë Al Kings Bishën. E këtë vësh konsistenca, ka këtë se e di që është super youtuber, ka kontribu jashtë mase për YouTube-in shqiptar. Konsistenca e di që nuk mund që është një rritëm me këtë kohë mund të veta. Video e fund ka qenë para 3 jave, tjetra para 4 jave, tjetra para 1 muaj, para 2 muaj. Në mona këtë kualitet e këto, në mona konsistencën e ka cop, po si këta 2 tjertë. Amo ma aktiv janë friendsi edhe Leonardo, po
E di që nuk ka për legjend, po për menin tamin ka kontribu shumë YouTube-in shqiptar. Edhe seriozisht është super youtuber më minimi tam. Tash e kontrollojmë kanalin Laze TV. Laze TV ka po ka një comeback të fortë, sidomos ka qenë of brand vetin. Kështu që përgëzoj. Laze djali. Konsistenca nuk e pas ka njerëz me ka zot drejt. Se për shkak që vjen në fund e ka para 3 dite, tjetër para 7 dite, po tjetrën e ka mas 1 muaj. Edhe tjetrën e ka mas 1 muaj, tani tjetrën pas 2 muaj. Kështu që se ka ndaj aktivitet fort. Që me thonë, për shembull për 4 muaj e ka lanë, tani e kuj po, për qenë editim nuk muj me thonë që e ka fort, po s'qa ku më shiro video me ka zot drejt, po mi tregu drejt, Laze TV është këtë. Të super. Ofër legjenda shumë, po ka level alo me arrit. Tash vazhdojmë me Palada Pozaj. Edhe pse di që për konsistencë nuk mund me arrit kërkush, po për kualitet e këtu nuk është. Konsistencë për kërkes, që 2 javë s'ka qitë video, tjetër para 3 javë, ka dhe javë, në mon këtë po vrej njerë që nuk po mundohet më për YouTube-in si atë hermati, po në respektero që kam bo, kështu që është controversial, po super, po te i pari, këto, jo po qëta, super për e matë parve, menoni pse. Pse kom qyrë si youtuber, e kom pas si YouTube, po nuk menej që është na youtuber që ka pru diçka të YouTube shqiptar me thonë. Për shënë shumë seriozisht arë qyri, po e konsistenca që e pas ka ullë këgja, tash a bën një ulljet këgja të madhe. Po për super në vendin e parë, normal. Tash vazhdojmë me Gafin. Gafurin. Gafi. Super të bërë këtë këgja më t'jakanisë. Njerëz me konsistencë ka ma këtë që kush dhe që pas nga po dhe isash. Që për të rëgëj. Vitën e fundit e ka para, ka dhe jo datën, me 18 dhjetor, që i bjen 1 muj e 3 ditë, se jam të gjiru me 21 janar. Videon tjetër e ka 6 korek. Verë, videon tjetër pak para vitit të gjithë. Për konsistencë është shumë i keq, po ka bënd punë shumë mazë, në mos ka provë se në të janë një YouTube shqiptar. Për që janë shumë si youtuber edhe këti ofër legjendës, po nuk me nej. Këtu. Jo, po, se vash, karka më zare. Tash e kena Albanian TV, dhe mon Dario, që e kalon YouTube-in shqiptar para këtë dhe video, me ka du drejt, po për që ka bon është, për mu është legjendë. Të s'mu nga që këtë aktiviteze kë as kanali si ka mo. Edhe e kena këtu Mecin. Pavarësisht, unë e respektoj këta që kam për shumë, se jam këgja fans për një talent, po e respektoj shumë Mecin për shkak që që ka bo. Meci, pas ka postu një vlog me Gafi në fundit. E pas ka aktivitetin, diçka po vlog apo më këtash. Videon e fundit para 3 dite, tjetërn para 2 javë. Që kjo për nga në shumë aktivitetin, si du më shumë të tërver vete, kritikoj vetën gjithë, që aktivitetin e kam shumë kesh, me mujtë me rritë, po, që mo. Kështu që për Mecin është super, amo është mas Gafit me njerë, për mu. Valimi shpak. Meci është... Qëtëm?
që është e mirë. Edhe në fund e kina Shqip Gaming, që normalisht ki qafu për ta. Shqip Gaming, që me më ndërru se di që është super youtuber, ka rritë shumë. Nuk ka shumë respekt për të që kom që pej fmi, sidomos me Leo Fafores, kur që mon men naj OG vërtet. Ja pas ka njës me skin... Pas ka po video normal, s'ka pas që një muj 3 video fundë skin case. Po normal e okej, ka jetë në vetë normal. Kuptuar, o këtë sfinë, sa nuk është ndryshë si youtuberat që jënë pak ma të rinë, moshtë për shumë friends që ka 17 vjetë. Me saj dibën. Nuk mundë me kanë se kjo për shumë që ka familje, shpesej që me jetë gjatë. Nuk është si friends që për shumë shkohë, nuk e besej që ka na i aktivitet tjetër. Mundë me pas, po besej që ka kohë shumë a shumë se granitje, Shqip Gaming. Edhe këtu legend, për legend të parë. Edhe muj me thonë ka kontribu shumë vetë më zhvituar që do mos lojna që ka pru lojna të reja edhe jo më fani se vëzna më të gërëm shtu si të lën vesh mu nona me lip njërë se di që sa ka shku kjo video kërkoj falje pak po 11 minuta kërkoj falje pak njërës po njështë mu nona me lip po se pesej që mu i me zjetë lë Vështë të kërkoj një shpejtër me telefon tjetër që... Ja, shpak njërës një minut, kërkoj falje pak. Ja, njërës... Pelon të keq, po nuk do me thonë, se nuk e një, seriozisht, këta tjerë krejt për një, po... Lësën seriozisht nuk jem të njoft, këtë djali me do, shumë respekte për ta, shumë respekte për këta të gjithë. Kështu që njerëz, ka që ke vesh përse që ka pëlqy, mos harroni like, comment, subscribe, edhe follow në Instagram, follow në Twitch, edhe hini në Discord aty kini krejt. Në description, krejt i kini në description ose në comment, e bëj pin. Kështu që ka që vishë përse që ka pëlqy, kërkoj falje për konsistencën ta me njerës, edhe pëse boj kritikova këta, po për vetë jem ma keq. Kështu që ka që vishë përse që ka pëlqy, më sarën like, comment, subscribe, edhe shihemi video.